donë ti për fund vit? Unë? Po. Unë më shumë marë, po, okej. Po dhe do dhurojnë ndë njerë, për shembull, një dy kuklat vogle kam bë gati, domethënë se Daniles duhet të bëjmë atë skenën. Ke parasysh që ti i ke thënë se po na dëgjon tani, po inshallah tani këtë nuk e ka mendjen fare. Okej. Pra ne i themi që ka si babagjyshi viti 3, po ne me ne ja çojmë edhe ti vajzës tande. Okej. Kush janë babagjyshët? Ja, okej, lëm aty tak fëmia shkon, e solli babagjyshi, i shkruve letër babagjysh nga këto pralla derisa ta kuptoj. Edhe kur kupton nga mosha 8 vjeçare, 10 vjeçare. Kur e kupton pastaj të bën hor. Se më ke gënjur gjithë ta vite. Po, e kam provuar. Unë jam ende në hapat e parë. Unë jam ende në hapat e parë të kësaj historie, kështu që kam ca vite të mira gënjeshtra përpara. Por një dhuratë vërtet fantastike, që unë kam shumë për zemër, për ta marrë, por edhe për t'ia dhuruar të tjerëve, janë librat. Vërtet? Librat janë një dashuri shumë e madhe e imja, edhe mendoj edhe shumë të tjerëve, sepse Shkodra lexon shumë. Shkodra është vërtet shumë intelektuale. Dhe unë shkoj gjithmonë vetëm tek një vend për të bler libra. Është libraria universitare. E ne përshëndesim shumë fort Arjan Goka, i cili ka pranuar të bëjë një intervistë me ne për të na treguar se cilët janë librat e rinj të këtij viti, librat më të shitur të këtij viti, apo librat që duhet me patjetër t'i lexoni. Përcjellim kartolinën e Arjanit. Tatokim është zhvendosur në një nga vendet më magjike të qytetit të Shkodrës, tek libraria më e dashur për të gjithë shkodranët. Arjan, mirëmbrëma dhe mirë se të gjetëm. Mirëmbrëma. Jam shumë e lumtur që jam këtu, është një ndër vendet e mia të preferuara. Kemi shumë vite që bashkëpunojmë bashkë, Arjan, herë me televizione, edhe shumë në sferën personale, se unë këtu i blej të gjithë libra që edhe për vete, por tani edhe për vajzën na shtuar edhe një shpenzim tjetër. Arjan, si është libri në raport me shkodranët? Atëherë mund të më dhoni një mbrëma, mirë se ardhë. Shkodra, Noela, është një qytet që lexon. Kur me flas me miqt edhe në Tiranë edhe në qytete të tjera, po edhe me shtëpitë botuese, i them, Shkodra qyteti i parë, mas Tiranës gjithmonë do ta lejmë, qyteti i parë që me librin është shumë dashamirës, e pëlqen shumë çdo brez. Që të vetë të fëmijët dhe dhe të moshumit. Unë ta kam zili shumë profesionin, se i ke librat këtu në duar, i ke kaq afër, lexon sa të duash ti, edhe vërtet që ta kam zili. Libri është një kënaqësi, është qysh me fëmijë rinj, edhe ku të unë e gjaj veten të librat, ashtu si të gjithë tjerë që kur e marrin librin, i marrin herë edhe në atë kënaqësinë e librit, edhe e shijojnë. Kam klientë që vinë dhe thonë, ose mirë na ke sugjeruar libër, po ndoshta pak me humor thonë, në fëmijët e ty, në zot mos më jep mamit kaq libër, se nga la 3 ditë po na shërbi. Libri është një kënaqësi. Në raport me, në qoftë se është në pyetje tjetër, por në raport me shtëpiat botuese jam të nxjerr libra shumë cilësor, në raport me përkthimin, sepse ka të bëjë shumë. Kur ti merr një libër në dorë dhe nuk e kupton se ku do dalin. E vërtet, përkthimi është një ndër pjesët kyçe, mendoj, të librit. Sa do i bukur të jetë nëse nuk është përkthyer ashtu siç duhet dhe nuk ka ardhur bukur edhe në gjuhën shqipe, sikur ja venit pak. Dhe humet ajo, ndoshta është libër të autorëve klasik dhe ti ke në dorë një libër që kur do ta nxjerrin, kur do të ndalin. Ajo që unë dua të di është nëse ne hedhim një vështrim për gjatë vitit 2025, se tani jemi në fund, në ditët e fundit të këtij viti, e bëjmë disa rezume. A ka pasur prurje librash? Ka shumë prurje librash. Shtëpiat botuese nxjerrin më cilësore, aq më tepër që tash janë të njëjtë edhe këto panajiret e librit që organizohen jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, po njëkin në Frankfurt, në Paris, në kështu jashtë të vendet. Dhe lidhen me botuesa, lidhen me libra që kanë atje ka pas shumë shitje me autor që kanë një emër të madh dhe vazhdojnë serinë e tyre. Dhe kjo është vërtet diçka e bukur. A favorizohen apo jo shkrimtarët shqiptar? Prurjet, sidomos si mjet prurjet e autorëve shqiptar kanë ka pas shumë. Nuk do të themi
i madh i Kadare ose Ndejtova Gollit, Fatos Kongoli, por janë edhe shkrimtarë tjerë që ka një emën, kanë kriju një emën edhe poet, kuptohet. Këtë pjesa poezisë kena pak ashtu, po ka shumë poet mirë. Unë një nga ata që unë e maj gjithmonë librerisht në Tela Tabaku. Një emër risifikator, jo vetëm se ashtu po set përkthyse. Profesor Stefan Çabaliku e tjerë. Tjetër emër goxhan e pesh në letërsinë shqiptare. Çfarë preferojnë më shumë shkodranët? Cilin zhanër librash preferojnë? Në gjithë. Por është edhe një trend i këtyne të rive. Doj një libër që është edhe thriller, edhe spionazh i fort. Më ke prekur në pikën e dobët. Vërtet to janë edhe të preferuarit e mi, edhe kënaqem kur dëgjoj që ka edhe bashkëqytetarë të tjerë të mi të cilët preferojnë pikërisht këtë zhanër. Cilat kanë qenë disa nga librat më të bukur që ke lexuar ti gjatë këtij viti? Unë për mua është e preferuar Giulia Navarro. Giulia Navarro, sa e që del libra i saj, unë nështë kam kap një libër tjetër edhe knalem, them të Giulia Navarro. Masa janë ta librat e Mbutimet Living, që ka një është Daniel Silva të pjesa e spionazhit shumë i fort. Edhe janë botuar shumë nga seritë e librave të tij. Ai ka edhe më shumë në gjuhën angleze, por edhe në gjuhën shqipe janë botuar goxha shumë libra të tij. Kurse pjesa e rinis don edhe Colin Hoover. Colin Hoover. Duhen edhe në gjuhë angleze, por habite me një kategori, po thënë janë pjesa e adoleshencës që dojnë me lexu në anglisht, kur ka disa shprehje që është shumë e vështirë ta kuptojnë ata në anglisht. Prandaj. Pra ka edhe nga këta qytetarë shkodranë të cilët duan të lexojnë librat në anglisht, gjë interesante kjo. Shumë. Ka një rritje të madhe të këtyne librave në gjuhën angleze. Por ka edhe me hapjen edhe me ardhin e shumë turistave, janë të kërku librin historik në gjuhë që mendojnë ata në anglisht, fransisht, italisht, edhe mundona mi o kriju mundësin për me gjetë librin. Çfarë kërkojnë më shumë turistët kur vinë në librerin tuaj? Në thonë të drejten është aja pjesa e guides që ka një ashmangësi e këtyne botusave që merren me këtë punë. Pra, atë nuk e kena në fakt, atë e kërkojnë më tepër guiden, se mos të Shkodrës, po edhe të Shqipërisë. Kurse për historinë e Shqipërisë ato ka butime, ka shumë butime. E kërkojnë edhe historinë e Shqipërisë. E kërkojnë edhe ka. Kemi histori të bukur në fakt. Jo vetëm Shqipëria, pa Shkodra, sidomos me pjesë me kohë të ndryshme që me pushtimin osman, me kohën e Zogut, me ndihmën që ka bërë Austro-Hungaria, kuptohet edhe pjesa e udhëtarëve që kanë shëtit në për Shqipërinë, sidomos në periudhën që është editoram. E vërtet. I madhe Robert Elisia. Po, patjetër. Kanë shkruar bukur shumë për Shqipërinë. Në kanë shumë gjana me vlerë që të hujt po e shohin se çfarë mrekullie dhe Shkodra. E vërtet, më në fund po del në pa gjithë vlerat edhe bukuria dhe veçantia që ka qyteti që ne jemi të bekuar të jetojmë këtu. Arjan, një ndër dhuratat më të bukura, jo vetëm për fund vit, por për të gjitha llojet e festave, është libri. Kur njerëzit vinë këtu, a vinë me ide të qarta, apo thonë çfarë më sugjeron për mamin, për babin, për një shoqe? Përgjithësi, nuk do na me thonë, jo vetëm unë për dhe librar tjerë, jene anate që ja krijoj mundësinë librit për me ecë, në çfarë do lloj gjaje, sepse nga jo sugjerojmë ta kanë ardhë me marrë mendimin tonë. Dhe kanë besim sepse janë shumë vite që jena në librarinë e Treg. Do të fillojmë çështë e fëmijët që prind vinë të kërkojnë librat e Profesor Xhahidit, që i Bushatit. E vërtet. Është një shkrimtar i madh.
për fëmijë, jo vetëm për fëmijë, edhe ka shkruar edhe për tje, pa pjesa fëmijëve është edhe librat e tij kërkojnë sepse ti e shef ngjarjen të një shkrimtari që ka 40 sa botime dhe ka shumë vite pra jep me shpirt me zemër, nuk është për kthim shqiponë. Nëse janë edhe mosha tjera që na sugjerojnë, thonë, na keni mundësi, por gjithmonë ka edhe për tyne që e ndjekin. Të shkodojnë edhe Instagrami, Facebooku, edhe të kërkojnë. Është një kategori që kërkojnë këtë librin e motivuar. Më thonë, a ke lezu? Nështë mori thama, kam kaluar pjesën e motivimit, por je sugjerojnë në raport gjithmonë. Nuk është se e kam e hedhe sy disa librave, kuptohet, por jo gjithëve, por nisën nga jo, kjo është shitje, thamë. Ja thamë me sinceritet. Disa libra janë shitje, me nosin dush. A është i shtrenjtë libri sot për sot në Shqipëri? Unë nuk jam taja që thonë është i shtrenjtë. Në raport me të tjertë, mund të ketë ka dhe që janë shtrenjtë, por me rritin e rrogave, me rritin e të ardhonave, thamë si familjet e përballojnë. E përballojnë. Është më shtrenjtë libri apo dëshira për të shpenzuar për librin? Unë mendoj këtu qalojmë puna tek dëshira për të lexuar mbi të gjitha, por edhe tek koha që ne i krijojmë vetes apo luksi që i krijojmë vetes për të pasur një libër në duar e për ta shfletuar atë. Po varësisht tash Shkodra është qytet që lexon. Po do të nisesh edhe te kjo. Në një familje kur disa të ardhurna janë në atë fijen e perët, libri është i pari që hiqet për listës mas me ble. Por prapse prap, sa ke i pejkojnë prind, shumë për fëmijët, edhe vetë të rritë me drogat e tyre e masho, e blen librin. Unë i falenderoj gjithë. Shumë falenderoj që vinë e blen, ose që shkojnë në vende tjera, edhe e ndjekin librin dhe janë kontakt me librin. Kjo është më rëndësishme. Unë shpresoj shumë që ky trend të vazhdojë gjithmonë me tendencën në rritje për të pasur sa më shumë lexues, për të pasur sa më shumë libra dashës. Një urim për vitin 2026? Ju uroj gjithë shqiptarëve shëndet dhe marësi, suksese, inshallah, kanë mundësi që në që se kam blen një libër në muet blen në dy. E uroj edhe unë bashkohem fort me urimin tënd. Uroj vërtet shumë që të shtohen sa më shumë lexuesit për librin. Të uroj shumë suksese, të falenderoj jashtëzakonisht shumë, gjithmonë ky është një vend shumë i dashur për mua edhe jam e sigurt për shumë shkodran të tjerë. Faleminderit. Faleminderit për bashkëpunimin e shumë viteve që kanë bërë me mua si librari. Faleminderit.